Fotografia numër 1. Jezusi shkon në qiell. Jezusi erdhi nga qielli në tokë shumë vite, 2000 vite më parë. Ai erdhi për të na treguar se si është Zoti. Në të vërtetë, ai gjithashtu erdhi për të na treguar jetën shpirtërore. Pa Jezusin, shpirtrat tona janë të vdekur. Ne jemi larguar nga Zoti. Jezusi erdhi të na kthej te Zoti. Njerëzit e ligj e mbytën atë duke gozhduar në kryq të drurit. Por pas 3 ditëve ai u ringjall prap. Shumë njerëz ndjekin dhe pasuesit e tij e pan atë. Dhe ai u tha atyre: ju do të merrni fuqi kur të vi Shpirti i Shenjtë dhe ju do të shkoni në fund të botës t'i tregoni njerëzve për mua. Atëherë Jezusi është marrur në qiell sikur që po e shihni në këtë pikturë. Një ditë ai do të rikthehet mu në mënyrë të njëjtë. Fotografia numër 2. Shpirti i Shenjtë vjen me zjarr. 10 ditë pasi që Jezusi shkoi në qiell, të gjithë ndjekësit e Jezusit ishin në një shtëpi. Kjo pikturë tregon se si erdhi Shpirti i Shenjtë i Zotit te ata. Pa pritur, kishte një zhurmë nga qielli, sikur një erë e madhe të frynte. Njerëzit pan diçka sikur flak të zjarrt përhap gjithkund dhe e preki çdo person, dhe ata të gjithë u mbushën me shpirt të Zotit, siç premtoi Jezusi. Ata morën fuqi dhe ishin në gjendje të flisnin shumë gjuhë tjera. Fotografia numër 3. Pietri ligjeron popullit. Ata, ndjekësit e Jezusit, ishin në qytet të Jerusalemit në Izrael. Kishte shumë njerëz nga bar bota në Jerusalem. Kur ndjekësit e Jezusit e morën Shpirtin e Shenjtë nga Zoti, prandaj ata ishin në gjendje të flasin me gjuhë të tyre të gjitha kombeve. Ata ju treguan atyre se ai kishte vdekur dhe është ringjallur prap. Pietri u qua në këmbë dhe tha: çka po shihni dhe dëgjoni është dhurat nga Shpirti i Shenjtë i Zotit. Secili nga ju duhet të largoheni nga mëkatet, gjërat që nuk e kënaq Zotin, dhe pagëzohuni në emër të Jezus Krishtit, që mëkatet e tua të falen dhe do ta kesh Shpirtin e Shenjtë. Shumë njerëz i besuan Pietrit. Ata u pagzuan me ujë si shenjë për pastrimin e mëkateve. Ata morën Shpirtin e Shenjtë, gjithashtu dhe filluan të ndjekin rrugën e Zotit. Fotografia numër 4. Kisha familjare. Njerëzit që morën Shpirtin e Shenjtë rrinin bashkë sikur një familje e madhe. Ata e quanin kish ose kisha krishtere. Ata danin parat dhe gjërat me vlerë që posedonin dhe ju ndihmonin njerëzve që kishin nevojë. Djekësit i mësuan njerëzit për Jezusin. Nganjëherë ata hanin bukë dhe pinin verë në vakti të veçantë. Jezusi i komandoi ndjekësit e tij ta bënin këtë. Ne duhet gjithashtu të bëjmë nëse e ndjekim Jezusin. Buka e thyer është trupi i Jezusit, që është thyer për vdekje, si dënim për mëkatet tona. Pirja e verës është të na kujtoj në gjakderdhjen e Jezusit, që u derdh për pastrimin e mëkateve tona. Fotografia numër 5. Sakati lypsar shërohet. Një ditë
Pietri dhe Gjoni shkuan në shtëpi të Zotit për të lutur. Në portë të shtëpisë së Zotit ishte ulur një lypës që nuk kishte pasur kur mundësi të este. Ai e luti Pietrin dhe Gjonin për para. Pietri tha: "Unë nuk kam para, por unë do të jap ty çka kam. Në emër të Jezus Krishtit, qohu dhe ec." Pietri e mori njeriun për krahu dhe i ndihmoi të qohet me njëherë. Këmbët dhe nyjet e tij u bën të forta. Ai u shërua nga fuqia e Shpirtit të Shenjtë dhe ai besoi në Perëndin Jezusin. Ai mori një shpërblim më të madh se parat. Ai hyri në shtëpinë e Zotit duke kërcyer dhe duke lavdruar Zotin. Fotografia numër 6. Pietri dhe gruaja që gënjeu. Anania dhe gruaja e tij Safira shitën tokë. Ata vendosën që parat të ipen Zotit për kish, por ata i ndalën disa para për veti. Anania dërgoi një pjesë të parave te Pietri, por i tha Pietrit që kjo ishte shuma e tyre. Pietri e dinte që ai gënjente dhe ai i tha Ananias: "Ti nuk i ke gënjur njerëzit, por ke gënjur Zotin." Dhe me njëherë Anania ra për toke i vdekur. Disa djemë të ri e morën atë dhe e varosën. Pas pak erdhi Safira dhe ajo nuk dinte se çfarë ndodhi. Ajo gjithashtu gënjeu Pietrin për parat e saj. Edhe ajo ra e vdekur me njëherë për tokë dhe u varos për krah burrit të saj. Miq, ne nuk duhet të lejojmë që dashuria ndaj parave të na mashtrojë. Ne nuk duhet të gënjejmë asnjërin. Ne nuk mund të gënjejmë Zotin. Fotografia numër 7. Stefani është mbytur. Stefani ishte udhëhec i kishës, i cili ndihmonte të varfërit. Ai fliste shumë me dashuri për Jezusin. Për atë hebrejt u zemroheshin shumë. Ata e quan atë në gjyq dhe akuzuan për keqbërje. Stefani nuk frikësoi. Ai e dinte se Shpirti i Zotit është me te. Stefani i përkujtoi hebrejve se ata e kishin mbytur Jezusin, që kishte ardhur prej Zotit të jep jetën shpirtërore. Hebrejt u zemruan aq shumë sa që e tërhoqën Stefanin jashtë qytetit dhe e gjuajtun me gur deri në vdekje. Ata i shtrin mantelet e tyre në këmbët të një djaloshi të ri që quhej Pal. Në fund Stefani tha: "Perëndi Jezus, pranoje shpirtin tim, fali këta njerëz për atë çfarë po bëjnë." Shpirti i Zotit kur nuk do të lë krishterin. Ai do të jetë me të krishterin deri në vdekje. Fotografia numër 8. Udhëtari etiopian. Në Samaria, Filipi i tregoi njerëzve për Jezusin dhe shumë i besuan. Pastaj Zoti i tha Filipit që të shkojnë në një vend të Shkretëtirës. Një njeri shumë i rëndësishëm nga Etiopia kaloi aty pari në për rrugë të Shkretëtirës. Ai duke kalu me karrocë e tij lexonte librin e Zotit. Libri tregonte për një njeri që do të vuante për të shpëtuar gjithë njerëzit, por etiopiani nuk mund ta kuptonte këtë. Shpirti i Shenjtë i tha Filipit që të shkojë te ai. Filipi e dëgjoi atë duke lexuar. Ai i tregoi atij se libri që lexonte ai fliste për Jezusin, që ishte i dërguar prej Zotit. Etiopiani dëshironte ta ndiqte Jezusin gjithashtu. Duke udhëtuar së bashku, ai i tha Filipit:
ja, këtë është uji. Çka mund të më ndalë që të mos pakzohem? Filipi e pakzoi Etiopianin dhe ai u kthye në shtetin e tij me gëzim dhe kënaqësi të madhe. Dhe lajmi i mirë i Jezusit filloi të shpërndahet në shumë vende. Fotografia numër 9. Vegimet e Pjetrit për kafshët. Një ditë Pjetri shkoi në dhomën e lartë të shtëpisë që të lutej. Atëherë i erdhi një vegim nga Zoti. Një çarçaf e madhe erdhi nga qielli. Në atë çarçaf të bardhë ishin shumë lloje të kafshëve. Pjetri kishte uri dhe një zë nga qielli i tha: "Qohu Pjetër, there dhe ha." Kafshët që Pjetri i pa ishin të papastra, bazuar në ligjet e Jezusit. Prandaj Pjetri tha: "Sigurisht që jo, Perëndi, unë kur s'kam ngrënë diçka të papastër." Por zëri i tha: "Mos e quaj çdo sen të papastër, që Zoti e bëri të pastër." Ky vegim i njëjtë i ndodhi Pjetrit një herë, dhe atëherë çarçafi i madh u kthye lart në qiell. Fotografia numër 10. Pjetri dhe romakët. Sapo Pjetri e mbaroi lutjen, 3 burra erdhën ta gjejnë atë. Ata erdhën nga një qytet tjetër. Ishin të dërguar nga Kornelius. Korneliusi ishte lider që dëshironte ta nderonte Zotin. Ai kishte parë engjëllin e Zotit që i kishte thënë atij që të shkojë ta takon Pjetrin. Hebrejt konsideronin romakët si njerëz të papastër, por Zoti i tregoi Pjetrit në vegim se asnjë racë nuk është e papastër. Prandaj Pjetrin e quan te shtëpia e romakëve, Kornelius. Korneliusi mundoi të adhuronte Pjetrin, por Pjetri i tha atij: "Qohu, unë jam vetëm një njeri, përse më ke kërkuar?" Korneliusi i tregoi Pjetrit për engjëllin. Prandaj ia tregoi Korneliusit se Jezusi është rruga për tek Zoti. Korneliusi dhe familja e tij besuan në Zot dhe pranuan shpirtin e shenjtë të Zotit. Zoti i do të gjithë njerëzit pa marrë parasysh ngjyrën, fisin, gjukën e tyre. Ai dëshiron që të gjithë të besojnë në birin e tij dhe të shpëtohen. Fotografia numër 11. Pjetri në burg. Herodi, mbreti, filloi ta ekzekutoj kishën në Jerusalem. Ai e vrau ndjekësit e Jezus Krishtit, Jakobin, dhe e futi Pjetrin në burg. Një natë Pjetri ishte duke fjetur. Ai ishte i lidhur në mes të 2 rrojeve me zinxhir. Pa pritur, engjëlli i Zotit erdhi dhe një dritë e madhe e kaploi burgun. Engjëlli i Zotit i tha Pjetrit: "Zgjohu shpejt dhe eja me mua." Dhe me njëherë zinxhirët e Pjetrit ranë nga duart e tij. Ai përcolli engjëllin drejt jashtë burgut. Porta e burgut u hap vet, askush si ndaloi ata. Pastaj engjëlli u zhduk. Fotografia numër 12. Pjetri dhe shokët e tij. Përderisa Pjetri ishte në burg, shumë miq ishin mbledhur që të luten për të. Kur ai u lirua, ai shkoi drejt në shtëpi ku ata ishin. Trokiti në port dhe një shërbyese doli të sheh kush është. Por ajo dëgjoi zërin e Pjetrit dhe me njëherë ajo vrapoi mbrenda t'ju tregoj të tjerve: "Pjetri është në port." Ata i thanë asaj: "Mos je çmendur." Pjetri vazhdoi të trokiste. Pastaj ata e hapën derën e portës.
ata u maknitën që të gjithë. Pietri ju tregoi atyre se si Zoti e kishte shpëtuar atë nga Herodi. Zoti dëgjon lutjet e kishës së tij, popullit të tij. Kudo që të vinë 2 apo 3 në emrin tim, unë do të jem me ta, është premtimi i Zotit Jezus. Mu sikur shpirti i tij që ishte në kishën e parë, pra ai është me të gjithë ata që sot e ndjekin Jezusin. Fotografia numër 13, drita dhe zëri nga qielli. Pali ishte një lider hebre, i cili ekzekutonte kishën e Jezusit. Ai qëndroi pranë dhe shikonte si vdiste Stefani, dhe kërcënonte shumë besimtar se do t'i vriste. Një ditë ai udhtoi në qytetin e Damaskut. Kishte për qëllim që të ekzekutonte një mas të besimtarve edhe aty gjithashtu. Përderisa ai shkonte rrugës, pa pritur një gjë e maknishme ndodhi. Një dritë e madhe vëtëtonte nga qielli. Pali u rrëzua në tokë. Zëri tha: Pal, përse po më ekzekuton? Pali pyeti: kush je ti, Perëndi? Zëri i tha: unë jam Jezusi që ti po e ekzekuton. Njeriu që ishte me Palin e dëgjoi zërin gjithashtu, por nuk e pa askënd. Pali u ngrit, por nuk mund të shihte. Njeriu u detyrua që ta drejtonte për dore deri në Damask. Fotografia numër 14, Pali i verbër dhe Anania. 3 ditë Pali ishte i verbruar. Ai s'mund të hante as të pinte. Pastaj Zoti dërgoi një njeri te Pali. Ai ishte një besimtar që quhej Anania. Anania e dinte që Pali ishte ekzekutues i besimtarve, por ai prap shkoi te Pali dhe i tha: vëlla Pal, Jezusi, të cilin ti e ke parë në rrugë, më dërgoi te ti që të mund të shohish prap. Pali ishte mbushur me shpirtin e Zotit. Ai ishte pakzuar t'ju tregon njerëzve që tani se ai është ndjekësi i Jezusit. Në vend se ai të ekzekutonte kishën, ai filloi të gjithëve të tregon për Jezusin. Fotografia numër 15, kisha lutet për Palin dhe Barnaban. Pali dhe shoku i tij Barnaba shkuan për të mësuar kishën në Antioki. Një ditë, përderisa liderët e kishës agjeronin dhe luteshin, shpirti i shenjtë foli me ta dhe i tha: ndani anash Barnabën dhe Palin, sepse Zoti i ka thirrë për mision të posaçëm. Zoti deshi që ata të shkojnë dhe të predikojnë njerëzve lajmin e mirë për Jezus Krishtin, shpëtimtarin e njerëzve. Kështu që Pali dhe Barnaba shkuan të predikojnë njerëzve lajmin e mirë për Jezus Krishtin, shpëtimtarin. Ai ishte i pakzuar t'ju tregon njerëzve që tani ai është ndjekësi i Jezusit. Prandaj njerëzit në kish i vun duart mbi kokat e tyre dhe luteshin për ta. Dhe Barnaba dhe Pali u nisën të tregojnë njerëzve lajmin më të mirë për shpëtimtarin e njerëzve. Kisha e Zotit edhe sot duhet ta çojë misionarët e vet në përbot gjithashtu. Shko në përmbar botën dhe ligjero ungjillin. Fotografia numër 16, Pali ligjeron për Jezusin. Pali dhe Barnaba shkuan në për shumë qytete. Ata takonin me hebrejt dhe ata i mësonin ata
kështu për Zotin Jezus. Zoti i hebrejnve zgjolli baban ton Abrahamin dhe bëri atë popull të madh dhe ai i dha shumë udhëheqës dhe mësues të mlenj. Ata treguan për njerin që do të vi dhe do t'i shpëtoj ata nga mëkatet e tyre. Ai është Perëndia Jezus Krishti, por hebrejt nuk e njohën atë Jezusin sepse ata nuk kuptuan mësuesit e tyre. Jezusi nuk ishte bërë keq, por ata e mbytën atë. Sidoqoftë, Zoti e ringjalli atë dhe ai kurrë nuk do të vdes. Tani çdo kush që beson në Jezusin do të bëhet drejt me Zotin. Ata që dyshojnë dhe përqeshin të vërtetën do të vdesin. Disa hebrejt dhe njerëz gjithashtu besonin te mesazhi i Palit dhe shumë kisha u formuan në emër të Jezus Krishtit. Dhe shumë njerëz besuan Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Fotografia numër 17, vegimet e Palit për njeriun. Disa vite më vonë, Pali viziton të gjitha kishat dhe miqt e tij dëshirojnë të ligjeron Pali në qytetin Betania. Gjithashtu, por shpirti i shejt i ndaloi ata. Ata nuk ditën se ku të shkojnë pastaj. Një natë, Pali pati një vegim. Ai e pa një njeri nga Macedonia. Njeriu i tha Palit: "Eja këtu në Macedoni dhe na ndihmoni." Menjëherë Pali e diti se atë ishin të mbrojtur nga Perëndia dhe se Perëndia kishte udhëzuar të shkonin në Macedoni. Zoti i udhëzon të gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin rrugën e Jezusit. Nganjëherë ai i udhëzon ata në ëndër të tyre, por zakonisht ai na udhëzon me fjalët e tij në librin e shenjtë, Bibla. Fotografia numër 18, Pali dhe Silasi përjetojnë tërmet. Pali e mori shokun e tij Silasin dhe ishin duke kaluar udhëtuar për te detit për në Macedoni. Ata mësonin për Jezusin. Disa besonin, kurse disa të tjerë u zemruan shumë. Ata i rakën Palin dhe Silasin dhe i futën në burg. Atë natë, Pali dhe Silasi u lutën Zotit dhe këndojshin, dhe papritur u bo një tërmet i madh. Dyert u hapën dhe zinxhirët e të burgosurve u zgjidhen. Roja e burgut mendoi të gjithë të burgosurit do të mund të iknin. Ai ishte shumë i friksuar sa që deshi ta bënte vetvrasje, sepse ai e dinte se do ta bënin përgjegjës për këtë. Pastaj Pali i bërtiti atij: Mos e lëndo veten, ne të gjithë jemi këtu. Dhe roja e ndezi dritën dhe hyri shpejt dhe tha: Zotrinj, çka më duhet të bëj që të jem i shpëtuar? Pali i tha atij: beso në Perëndin Jezus dhe do të shpëtohesh ti dhe tërë familja jote. Me gëzim të madh, roja e burgut dhe gjithë familja e tij besuan. Fotografia numër 19, Pali te altari i Zotit të panjohur. Në qytet të Athinës, populli adhuronte shumë illuj. Njerëzit e Athinës dëshironin ta njehnin se çka mësonte Pali. Pra ai ju tha atyre: njerëz të Athinës, unë po e shoh se jeni shumë njerëz besimtar. Përderisa unë shëtisja nëpër rrugët të Athinës, unë e pash altarin të Zotit të panjohur. Unë dëshiroj t'ju tregoj juve për Zotin, të cilin ju nuk e njehni. Pali ju tregon atyre për Zotin e vetëm dhe të vërtet, Jezus Krisht, i cili krijoi të gjithat. Ai i tha atyre që Zoti është i gjallë.
ai nuk është as prej ari, as prej argjenti, ose gurve. Pali ju tregoj atyre për Jezusin, të cilin Zoti e ringjalli prej vdekjes. Disa njerëz e përqeshën, kurse disa të tjerë besuan dhe gjetën rrugën e jetës së përhershme nëpërmjet të Jezusit. Edhe ne mund ta njohim Zotin e vetëm të vërtet, Jezus Krisht, të cilin nuk e kemi njohur më përpara. Fotografia numër 20. Pali u dërgua në gjyq. Pali shkoi në qytetin e Korintit. Njerëzit e Korintit ishin shumë të ligë, edhe hebrejt që jetonin atje i bënin Palit shumë telashe. Një natë Perëndia Jezusi i tha Palit: mos ki frikë, por vazhdo të flasish. Mos u dorëzo, se unë jam me ty. Askush s'do të mund të lëndoj ty. Pra, Pali qëndroi në Korint dhe shumë njerëz i besonin mesazhit të tij. Një ditë hebrejt i lidhën Palin dhe i quan në gjyq, duke akuzuar atë për mësim të rrem. Sidoqoftë, guvernatori nuk i dëgjoi ata dhe ai i përzuri të gjithë përjashta. Pastaj korintasit i rrahën Palin. Zot, na jep qëndrueshmëri të flasim gjithashtu edhe ne në kohën e rrezikut. Amen. Fotografia numër 21. Ushtarët e shpëtojnë Palin nga hebrejt. Pali vazhdoi të vizitonte kishat në shumë qytete. Disa nga besimtarët e paralajmëruan Palin që të mos shkonte në Jerusalem. Ata e dinin që hebrejt donin ta mbytnin atë, por Pali tha: unë jam i gatshëm të vdes për hir të Jezusit. Prandaj Pali u kthye në Jerusalem. Menjëherë hebrejt ndikuan në disa njerëz kundër tij. Ata u munduan ta mbysin Palin në rrugë. Disa ushtar romak u deshën ta shpëtojnë atë. Ai i tregoi njerëzve se si ai u bë ndjekësi i Jezusit. Por ata vetëm bërtitnin: largojeni atë, mbyteni atë. Ushtarët u deshën ta çonin Palin në burg për ta shpëtuar atë nga hebrejt. Fotografia numër 22. Pali ligjeron mbretit. Pali qëndroi 2 vite në burg dhe prap hebrejt u mundonin ta mbytnin. Por Jezusi u shfaq atij dhe i tha: mos u frikso, ti do të tregosh njerëzve për mua edhe në Rom. Pali u dërgua para Agripas, mbretit. Pali me dashuri tregoi mbretit dhe mbretëreshës se si Jezusi e kishte thirrur të tregoj njerëzve për të, se si kishte ardhur për të vdekur, për të paguar dënimin për mëkatin e njerëzve dhe për të treguar rrugën për tek Perëndia. Mbreti Agripa përpak me besu për Jezusin. Ai e dinte se Pali s'kishte bërë asgjë të keqe, por ai s'kishte fuqi ta lironte Palin. Ai i tha Palit se do të shkoj në Rom që të bëj apel Cezarit, i cili ka fuqi më shumë se të gjithë udhëheqësit. Fundosja e Anijes. Ushtarët e morën Palin me të burgosurit tjerë. Ata duheshin që të udhtonin me anije, ta kalojnë detin. Anijen e kishin zënë një stuhi e tmerrshme. Të gjithë njerëzit mendonin se do të vdesnin, që të gjithë. Një engjëll i tha Palit: mos ki frik, Pal, ti duhet të qëndrosh para Cezarit. Zoti do t'i shpëtoj jetrat e këtyre njerëzve së bashku me jetën tënde. Pas pak Anija u afrua më pranë një toke. Filloi që të thehet me valet e mëdha. Njerëzit u detyruan të kërcenin në det, por ata të gjithë mbretën shëndosh në tokë.
Zoti kishte një qëllim për Paulin dhe për këtë asnjë e keqe nuk mund t'i vinte atij. Fotografia numër 24. Pauli si I burgosur në Rom. Për edhe 2 vite tjera Pauli mbeti si I burgosur në Rom. Njerëzit vinin tek ai dhe ai I tregonte atyre për Jezusin. Ai I shkruajti letra të gjithë kishave rreth e rrotull botës. Këto letra janë në Bibël. Ata janë sot për ne. Pauli vuajti më së shumti që mesazhi I Zotit të shpërndahet. Ai ishte shpesh herë I rrahur, I gjuajtur me gur, I uritur dhe pa shtëpi. Pauli u vra në Rom. Pastaj Zoti e shpërbleu në mënyrë mashtore në qiell. Zoti foli nëpërmjet Paulit fjalët e vërteta. Unë jam I bindur se as vdekja, as jeta, asgjë në të gjithë krijesat nuk do të jenë të aftë të na ndajnë neve nga ai, nga dashuria e Zotit, e cila u tregua në Jezusin, në Perëndin ton. Miq, me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, le ta përhapim këtë mesazh gjithashtu. E gjithë bota mund ta di se Jezusi dhuron jetë të përhershme me Zotin. Të gjithë ata që pendohen nga mëkatet dhe pranojnë dhuratën dhe dashurinë e Perëndis që është në Jezus Krishtin do të shpëtohen.